Josip Broz Tito ishte njeriu që ndërtoi variantin e tij të socializmit në mes të një Evrope të ndarë nga dy forca kundërshtare që luftonin për dominimin e botës. Tito është njeriu që i tha jo Stalinit. Ai ishte i vetmi presidenti huaj që ndezi një puro në zyrën ovale. Ky njeri mirëpriti figurat më të shquara politike dhe publike të shekullit të 20, duke përfshirë familjen mbretërore britanike, Elizabeth Taylor, Sophia Loren dhe shumë të tjerë në rezidencën e tij verore. Historia e këtij njeriu të fuqishëm fillon në Kroacinë sotme rurale në një familje të madhe fshatare në vitin 1892. Kroacia ishte ende pjesë e perandorisë austro-hungareze, një monarki e sunduar nga familja Habsburge. Por fillimi i shekullit të 20 shënoi ditët e fundit për këtë familje mbretërore. Lufta e madhe ndryshoi një herë e përgjithmonë skenën politike evropiane. Për Josip Broz Titon, atëherë një metalpunues, ishte një pikë these në jetën e tij që kur u dërgua në ushtri. Aftësitë e tij ushtarake e shndruan shpejt në një major dhe e çuan në frontin lindor duke luftuar ushtrinë e carit rus. Atje ai u plagos dhe ushtrua në spital në robëri. Vitet e ardhshme ishin një faktor vendimtar në zhvillimin e bindjeve të tij politike dhe, siç do të zbulohej më vonë, bindjet politike të më shumë se 20 milion njerëzve. Një socialdemokrat në vitet e paraluftës, Tito njihet me një ideologji shumë radikale, bolshevizmin. Ai u identifikua me këtë ideologji aq shumë sa që në vitin 1917 mori pjesë në demonstratat e ditëve të korrikut në Shën Petersburg dhe në revolucionin e tetorit, i cili përfundimisht solli Leninin në pushtet. Edhe pasi u nënshkrua marrëveshja Brest-Litovsk, traktati që i dha fund pjesës së Rusisë në luftën e parë botërore, ku çdo i burgosur tjetër lufte mund të kthehej në shtëpi, Josipi vendosi të qëndronte dhe t'i bashkohej njësisë së gardës së kuqe në Siberi. Me besimet e tij tashmë të qëndrueshme marksiste, Tito u kthye në vendin e tij në vitin 1920, i quajtur tani Mbretëria e Serbëve, Kroatëve dhe Slovenëve. Jo shumë kohë pas rikthimit të tij, ai u bashkua me Partinë Komuniste të Jugosllavisë. Në këtë organizat ai lulëzoi edhe pse ishte e ndaluar nga qeveria mbretërore dhe nganjëherë u shtyp ashpër dhe dhunshëm. Edhe pse kjo organizat ishte kryesisht e fshehtë deri në luftën e dytë botërore, Josipi ishte aq i vendosur në veprimet e tij, saqë ra në sy edhe në selinë komuniste të Moskës. Ai u shpërblye duke u emëruar sekretar politik i Komitetit të Zagrebit. Menjëherë pas kësaj, skena politike e Jugosllavisë është tronditur nga vrasja e deputetëve kroat në parlamentin e Beogradit në qershor të vitit 1928. Josipi e shfrytëzoi këtë shans dhe organizoi demonstrata në rrugë, por shpejt u burgos. Ai kaloi 5 deri në 6 vitet e ardhshme në burg, ashtu si pjesa tjetër e partisë së tij. Në kohën kur u lirua, partia ishte rikuperuar ngadalë nga shtypja shtetërore dhe Josipi e forcoi pozicionin e tij në nivel kombëtar. Pikërisht në këtë kohë, ai mori pseudonimin që më vonë do të forconte kultin e tij të personalitetit, Tito. Dhe pastaj erdhi lufta. Jugoslavia në luftën e dytë botërore ishte në trazira të plota, duke jetuar një pjesë të dhunshme dhe tepër komplekse të historisë së saj. Kjo ishte koha e Titos për të shkëlqyer. Së bashku me shokët e tij të partisë, ai formoi atë që më vonë do të njihej si lëvizja më efektive e rezistencës kundër boshtit të Evropës gjatë luftës së dytë botërore. Objektivat kryesore të deklaruara të partizanëve ishin çlirimi i tokave jugoslave nga forcat pushtuese dhe krijimi i një shteti socialist federal multietnik në Jugosllavi. Dhe si arriti Tito të bindë kaq shumë njerëz që t'i bashkohen? Në pjesën më të madhe ishte popullsia rurale e paarsimuar që e mbështeti atë. Pasi ata kishin jetuar në një lloj shtypjeje për të rjetën e tyre dhe ideja e një vendi të përqendruar rreth të drejtave të punëtorëve pa diskriminim kombëtar ose fetar ishte si një utopi.
Është gjithashtu interesante të theksohet se lëvizja mblodhi shumë gra, të cilat gëzonin një trajtim disi të barabartë tek partizanët në krahasim me jetën e tyre të paraluftës. Pas disa vitesh fshehjeje në pyll dhe ushtrimit të luftës guerile, shumë betejave të suksesshme, Beogradi u çlirua nga ushtria sovjetike. Kjo e bëri të qartë, Jugoslavia ishte tani më në duart e komunistëve. Tito i kishte të gjitha tani. Njerëzit tashmë po ndiqnin verbërisht urdhrat e tij të tërhequr nga ideja e një shteti social të premtuar atyre. Gjithçka që duhej të bënte tani ishte të konsolidonte pushtetin e tij. Ai e bëri këtë duke ndjekur mënyrën e veprimit të Stalinit, duke spastruar qeverinë e tij nga jo komunistët dhe duke mbajtur zgjedhje mashtruese që legjitimuan rrëzimin e monarkisë. Në nëntor të 1945-s u shpall një kushtetutë e re, duke krijuar Republikën Popullore Federale të Jugosllavisë, një shtet federal që u përcaktua si një bashkim i 6 shteteve të federuara, Kroacisë, Malit të Zi, Serbisë, Slovenisë, Bosnjës dhe Maqedonisë, si dhe 2 krahinave autonome, Kosovës dhe Vojvodinës. Sot të gjitha janë shtete të pavarura, përveç Vojvodinës, e cila është ende pjesë e Serbisë. Ajo që pasoi pas kësaj kushtetuте ishte një sundim pothuajse gjysmë shekullor i asaj që disa e perceptonin si liri, ndërsa të tjerët ndjenin shtypje. Por romanca ideologjike midis Stalinit dhe Titos nuk zgjati shumë. Stalini e kuptoi shpejt se nuk mund të ishte kontrollues i Jugosllavisë, veçanërisht kur Tito fitoi fuqi të mjaftueshme për të ndjekur politikat e tij të jashtme me Shqipërinë dhe Greqinë. Në vitin 1948, Stalini vendosi se donte që Tito të largohej dhe nisi një seri pastrimesh që synonin poshtjen e politikbërësve jugoslav. Ai nuk pati sukses në këtë dhe Tito mbajti dhe forcoi kontrollin e tij mbi Partinë Komuniste të Jugosllavisë, si dhe mbi ushtrinë dhe policinë sekrete. Kur Tito ra në konflikt me Stalinin, kishte vetëm një zgjidhje që udhëheqësi sovjetik dinte të bënte. Siç kishte bërë me gjëmbat e tjerë në këmbë, Stalini dërgoi vrasës për ta vrarë Titon. Ai ishte i sigurt se problemi i vogël në Jugosllavi do të zgjidhej shpejt. Stalini dërgoi disa vrasës për ta vrarë Titon. Të gjitha ata dështuan. Diku në këtë kohë, Tito mendohet se i ka dërguar një letër Stalinit duke i thënë: "Mos dërgoni njerëz për të më vrarë mua. Ne kemi kapur tashmë 5 prej tyre, një prej tyre me bombë dhe një tjetër me pushkë. Nëse nuk ndaloni së dërguari i vrasës, unë do të dërgoj një në Moskë dhe nuk do të më duhet të dërgoj një të dytë." Saktësia historike e këtyre fjalëve nuk u konfirmua kurrë, por ajo shkonte me qëndrimin e përgjithshëm të Titos ndaj Stalinit, njeriu më i frikshëm në atë kohë në botë. Kështu Tito e shkëputi plotësisht Jugosllavinë nga Bashkimi Sovjetik dhe satelitët e tij të Evropës lindore dhe vazhdimisht ju afrua perëndimit. Pak njerëz kishin guximin t'i kundërviheshin Stalinit në kulmin e fuqisë së tij, por Tito ishte njëri prej tyre. Pushteti në Jugosllavinë shumëkombëshe u zhvendos nga federata në republika, duke u dhënë atyre një farë lirie për të shprehur pakënaqësitë e tyre. Kjo u pa kryesisht në Republikën më të zhvilluar të Jugosllavisë, Kroacinë, ku lëvizja pranverës kroate shfaqi dëshirën e njerëzve për çlirim kombëtar në fillim të viteve 1970. Tito ja doli ta shuante lëvizjen, por edhe me përpjekjet e tij të pafundme për të shtyrë jugoslavizmin si identitet mbi identitetet kombëtare, ai kurrë nuk mundi të fshinte ndjenjat kombëtare dhe fetare në Republika. Me gjithë trazirat civile përpara tij, Tito s'ju desh të punonte drejt një kushtetute të re në vitin 1974, e cila promovonte njësitë federale më të dobta dhe më të vogla në kurrizë të dy më të mëdhenjeve, Serbisë dhe Kroacisë. Dhe edhe me pakënaqësinë e njerëzve, ajo disi arriti të funksionojë deri në vdekjen e tij në maj të 1980-s.
Kur vdiq Tito, I gjithë vendi mbeti në lot, por këta lot nuk ishin lotëzie, ishin lot frike. Thellë brenda, të gjithë e dinin se diçka e tmerrshme do të ndodhte. Maska e vëllazërisë dhe bashkimit nuk arriti kurrë të mbuloj faktin se ndasitë kombëtare dhe fetare ishin të thella në Jugosllavi. Ndërsa pjesa tjetër e Evropës po shërohej gradualisht nga traumat e luftës së dytë botërore, autoritetet jugoslave u përpoqën të mbulonin faktin se kishte disa krime të tmerrshme të kryera kundër grupeve të ndryshme etnike. Kjo thjesht bëri që tensionet të vlonin dhe përfundimisht shpërthyen në fund të viteve 1980. Kjo u shndërrua në një nga luftrat më të përgjakshme të Evropës pas luftës së dytë botërore, duke I dhënë fund kështu përgjithmonë veprës jetësore të Titos Jugosllavisë.